Në Doha po mbahet edicioni 5 i Forumit Ekonomik të Katarit, ku mendjet më të mëdha të financave, biznesit dhe politikës globale po diskutojnë në një forum të dialogut të lartë. Duke pasur në qendër temën rruga drejt 2030-s, transformimi i ekonomisë globale, ky edicion i këtij viti mbledh mbi 2500 lider global, mes tyre ministra qeveritar, drejtor të përgjithshëm dhe zëra me ndikim si Elon Musk, Ministri i Financave i Tyrkjes Mehmet Şimşek, ish sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin, investitori Howard Marks, ekonomisti grek Yanis Varoufakis dhe madje edhe Donald Trump Jr. Diskutimet përfshin gjeopolitikën, sigurinë energjetike, tregtinë globale, inovacionin teknologjik, investimet dhe madje edhe sportin dhe argtimin, duke treguar shtrirjen e gjerë të kësaj platforme globale. Duke mbledhur zëra kaq të ndryshëm, Katari po pozicionohet gjithashtu si një faktor bashkues në një botë të përçartë. Një nga momentet kryesore të sesionit hapës ishte paneli ministror me profil të lartë, ku mori pjesë ministri i Thesarit dhe i Financave i Tyrkjes Mehmet Şimşek, i cili u bashkua ministrit të Financave të Katarit Ali bin Ahmed El Kuvari dhe ministrit të Ekonomisë dhe të Planifikimit të Arabisë Saudite Faisal El Ibrahim, për të diskutuar mbi temën gjeoekonomia e rritjes. Forumi Ekonomik i Katarit po zhvillohet mes 20 dhe 22 majit dhe si i tillë ofron një platformë të domosdoshme edhe në kohë për liderët global që të angazhohen, të bashkëpunojnë dhe të kërkojnë zgjidhje në një botë të karakterizuar nga pasiguria dhe përçarja.